edhe me stërvitjen që i duhet, sepse ka disa lloj stërvitjes që ti mund të shtosh pesh më shpejt. E kupton ti për vajzat e djemë që vinë në palestër, të cilët janë edhe midis kësaj jetës së natës edhe jetës së palestrës. A janë ata që ndoshta sado që të punojnë nuk vën dot masë muskulare, nuk përmirësohen në trup, nuk kanë një progres. Për mua është humbje kohe nëse ti do të bësh edhe jetën e natës, do të shkosh edhe në palestër, sepse ti po i thua trupit të bëj dy gjëra jashtëzakonisht shumë të ndryshme me njëra tjetrën. Si nga mënyra e ushqimit edhe e gjumit, sepse është edhe regjimi, mbi gjitha është regjimi. Pa diskutim që po. Ti nëse do kalosh një natë në klub, do flesh shumë ditën tjetër, edhe mbase nuk do jesh edhe aq energjik, është pjesa e rikuperimit, ti nuk rikuperohesh për mbase edhe për 2-3 ditë tjera. Kështu që kjo pjesa është. Unë mendoj që të mos u mbasin kohë me veten, mendoj, sepse është investim kohe, palestra është investim kohe, edhe pa diskutim të ardhurash, sepse ka edhe një kosto. Patjetër, sigurisht. Dhe pastaj mos bëjmë llogarit sa herë në javë shkojmë, dedikimi që bëhet, abonimi që bëhet mujor, që nuk e di nëse është mirë ta bësh për 1 muaj apo ta bësh për 3 muaj dhe 1 vit abonim. E mira është për ta bësh për 1 muaj, sepse nëse sa më gjatë ta bësh, aq më rrallë do shkosh. Vërtet. Se dia të kundërtën. Ky është fakti, po. Të gjithë shkojnë dhe thonë, do paguaj lekët për 3 muaj, se do më të çojë fakti që kam paguar lekët edhe është një kozgjatje e madhe. Jo, paguaj një muaj njerëz. E vërteta është e kundërta. Ndërkohë Gjini, ka ndryshuar këndvështrimi për një djalë, një partner për dikë për të pasur në krah, nëse ai ka qef jetën e natës apo ka qef palestrën, të jetë me muskuj për shembull. Si Remili, marrim rastin. Po. Me thënë të vërtetën, të takoj një burr që ka shumë qef jetën e natës, nuk e dua. Atëherë më shumë e vlerësoj të ketë qef palestrën, po edhe shumë të teproj palestrën nuk dua, se ka njerëz që janë shumë strikt edhe janë kështu. Më falë, nuk ti je perfekt, nuk e kam me fjalin aty. Nuk e kemi Remilin. Po janë shumë të tepruar. Janë disa që janë shumë të tepruar edhe atë gjë nuk e kam qef. E qartë. Po më mirë palestrën se jetën e natës. Burr që merret shumë me jetë natë nuk dua. E qartë, po tani kur bëjmë diferencën, më mirë një trup super i palestruar, Gjini që ka muskuj edhe është i definuar e tjerë, apo dikush që mund të ketë kile të shtuara, mund të ketë dhe pak bark mbase tani besoj se do shkoje tek trupi më muskuloz, apo jo? Jo, me thënë të vërtetën, gjithmonë kur e ndjej, duhet ta ndjesh njeriu nga shpirti, varet, mund të jetë një njeri shumë seksi që e ka barkun pak më të madh. Këtu është një shprehje në Gjermani që thonë, nuk e di a e keni dhe ju në Shqipëri, burr pa bark është si shtëpi pa balkon. Jo, nuk e kemi si shprehje. Po ka shtëpi të bukura edhe pa balkon. Ashtu. Jo, më të them që sigurisht, kur shoh në një reklam ose kur shoh në një revistë, ka më shumë qef të shoh një burr të stërvitur se një burr të shëndosh. Por, tërheqësja, kur e ndjen tjetrin, nuk ka të bëj fare me... Sigurisht. Gjeni ka të drejtë. Është vjen nga këtu. Ka të drejtë sepse nëse flasin për një fizik që është shumë i definuar, shumë i definuar. Quhet i egzageruar? Është i egzageruar sepse ai e ka thjesht çështje sporti. Dhe kostot që ka ai nga mbrapa pastaj mbase nuk do i pëlqejnë as Gjenit. Se ka ca kosta ai trup. Cilat janë kostot? Cilat janë kostot apo janë kostot që po na merr mend? Janë ca kosta që nuk do i pëlqej asnjë femre. E qartë. Kështu që ka ca më mirë balkonin në shtëpi se sa ti jesh pa balkon edhe mbase mos kesh çelës për të hapur as derën. Po gjithsesi u morën vesh. Remil, është e vërtetë që të ndikon palestra dhe po pyes me qenë se e nisë si gjë, sepse ka njerëz edhe djem kryesisht janë diktit, janë të fiksuar që duan të trupin si të vizatuar me shumë muskuj, përdorin edhe një sër elementesh tjera. Po, unë aty do e kaloja. Në momentin që ti po bën stërvitje për të pas një trup bukur, që trupi jo të dali mirë në këmishë ose në për rroba, unë jam dakord deri aty. Në momentin pasaj që ti do të jesh si ato kartonat animuar, aty pasaj pa diskutim ti nuk e bën dot këtë trup. Nuk mund ta bësh pa marrë steroide. Nuk mundet.
Është e pamundur. Trupi ka një limit. Dhe ti nëse do të kapërcesh atë limit, duhet përdorësh steroide. Dhe këto steroide vinë me kosto shumë të mëdha nga mbrapa, që shumicën e rasteve nuk kanë as fëmijë, sepse Edhe në riprodhim, pra. Po, pa diskutim, çështja e riprodhimit është e para që preket. E para. Riprodhimi, mëlçia, veshkat, këto janë gjitha. Sa më shumë steroide, aq më pak riprodhim, le të themi kështu. Ka disa mënyra tani që po bën që këto mund të kenë fëmijë dhe shumica e fëmijëve janë femra, nuk janë më meshkuj, por pa diskutim që trupi jot do shkatërrohet nga brenda. Ti po fryt gjithë muskujt, po duhet di që edhe zemra është muskull. Ti po shkatron edhe zemrën. Shumica e bodybuilderave në përbodë që unë i ndjek, çdo ditë ka nga një vdekje. Rezulton në një vdekje, po. Po nga ana tjetër, teksa flasim për steroidet, për te faktit të riprodhimit, nga ana tjetër për jetën seksuale, sa preket jeta seksuale? Po tani, ti po i thua trupit mos prodhos testosteron, kur ti përdor Elementi mashkullor. Po. Kur ti përdor steroide, se steroidet i përdorin edhe femrat, duhet dini që përdorin edhe femrat. Okej. Dhe në momenti kur ti përdor steroidet, ti i thua trupit mos më jep më testosteron, sepse unë po e marr nga jashtë. Dhe mënyrë se ti e merr nga jashtë, pastaj mund varjoj, se disa marrin doza të larta, disa mund të marrin doza të ulta. Por kjo nuk zgjat shumë. Do përdorësh deri në 8 javë, që ka një cikël që deri në 8 javë përdorin, dhe pastaj ti duhet bësh një pauzë, sepse shkatron trupin pastaj. Domethënë mund të shkosh deri në vdekje. Organi gjenetal po thua dhe kur them janën jetës seksuale. Pa diskutim që po. Pra, dhe kjo gjë, ky ndikim do të pas 8 javëve që është përdorur? Pas 8 javësh ato duhet pastrojnë organizmin nga të gjithë steroidet dhe marrin, unë nuk i di shumë, di pak, po ato që merren tamam me këtë sport, sepse unë mendoj që duhet të bëjmë një thirrje që vetëm personat që duan të merren me këtë sport, që duan të konkurrojnë, duhet të përdorin steroide. Jo djemtë e palestrave që thjesht kanë qejf të kenë një trup të bukur edhe një shëndet mirë. Po bëhet një gjë shumë e keqe. Unë po shoh nëpër palestra që po bëhet një abuzim i madh, sepse edhe personat që sapo fillojnë palestër shkojnë direkt te steroide sepse duan atë trupin e bukur. Dhe është roli i instruktorave që